ku ishme në kohët më të vështira, ishte me ne një personalitet që ka dëshmuar për kjo 15 vite me radhë pas luftës, një personalitet që i takon partisë më të fuqishme në vend, një personalitet që i takon rangët profesorit universitar, një personalitet që i takon kryetarit komunë, e mbi të gjitha një personalitet të fshatit tonë që ndihmë i krenar dhe me përgjegjësi të lartë morale e prezanton më denjësisht ku krenohet me të gjithë. Mirë sa ne dhe përshëndetje zoti Skoj. Besoni që e Zoti Nismoli ju vetëm na si banor fshatin Sarajevo mirë po një krenar gjithë fshatrat komunave dhe Kosova. Vili ka kthejnë pak si humor. Zoti mu ju të shpesh e ka përdorur kohën e fundit se garancian për fituar në Nismolit e ka këthau dhe me ke ka këthau dhe më në kurcin. Mirë po ne i tregune që gjithë Sarajevo e ka një arë garancian për një Nismolit. Atëherë ka ne tjetër për postin dëgjojmë të t'japim fjallën i Zotit Ministrit të Infrastrukturës, Zotë Riktemi Mujuta. Nuk është keq mund pas dërzanë. Ndërruar kryetar në Ndegës, ndërruar kryetar i komunës, kryetarë dhe përkatë në tashme, ndërruar në kryetarin, ndërruar kryesuesi i Kuvendit, ndërruar kandidatë për këshilltarë dhe këshilltare, mbi gjitha ndërruar qytetarë të Saralevës. Nga se pëshani grikën e Saralevës. Dhe sa më të jemi shumë nderuar që jemi para juve, për dëshmuar edhe një herë se kemi respekt jashtëzakonisht madh për brezat tërë të Saralevës. Saraleva është vendbanim i historisë, është vendbanim i traditës, është vendbanim i luftës, është vendbanim i qëndresës, është vendbanim i intelektualëve, është vendbanim i punës. Të mbi gjitha, reflektimi i Saralevës është në gjithë trojet shqiptare, ku do qofshin ato, gjatë gjithë historisë dhe gjatë gjithë kohërave. Prandaj pse të mos jetë edhe tash kryetarin e keni t'juji, por na bani kampanë zullum në edhe tjerë, në pas kemi shkajnë bojnë, keni pasi jenë në atë mirë të njëse. Ndëruar veteran, të shtish njëtarë të Kosovës, të prezent që jemi. Ndëruar invalid, ndëruar familjarë të shmurë, ndëruar veteran të arsimit, ndëruar punëtorë ka që dyshëm të Saralevës, rini e shmuar, njerës që keni perspektivë dhe me të vërtet me juve do t'jemi krenar në projekte të ashme të shternetimit tonë dhe bërjes Kosovës Europiane, për dhe lote e jo për shtimin Europiane është vetëm pjesë asaj që Kosova dhe gjithë Europiane, sepse kemi njerëzit Europiane. Saraleva është të tjetër. Ne po bëjmë një fushat jashtëzakonisht korrekte. Kemi për qëllim që të dëshmojmë para qytetarëve tanë se nuk është rastësi pse 14 vjet, plot 14 vjet, Partia Demokratike në Shtimin e Qeverisë pa shkëputje. Nuk është rastësi sepse i kemi kombinuar jashtëzakonisht gjitha elementet në një shoqëri që e bëjnë një shoqëri kohezive, që e bëjnë një shoqëri qëndrueshme në secilën kohë dhe në secilën periudhë, ashtu si kërkohet me ngritjen e cilësisë. Duke në kuptu atë që ju e keni ditur në çdo kohë çfarë duhet bërë, po e dini edhe tani, po çmoni secilin njeri, secilin person që ka vlera,
secili person që ka angazhim për të bërë jetën më të mirë, për të bërë jetën më cilësore për secilin qytetar i vendit të shtimës. Dhe ne po dëshmojmë edhe një herë se në oponentët tanë politik asnjëherë s'kemi asnjë gjë personale, asnjëherë s'kemi asnjë përvështi në kuptimin negativ çfarë mund të dëgjohet në një pjesë caktuar të vendit që nuk është shumë përgjegjësive se po megjithatë po dominon gjithnjë më shumë në frym të fushate evropiane, në fushate tolerante, në fushate konkurruese dhe qytetarët të zgjedhin për më të mirë. E pse jemi më të mirë në Partisë Demokratike, atëherë qytetarët e ditën të votuan për ne, do të votojnë në të ardhmen dhe ju ju ftoj fitoren e madhe të Partisë Demokratike shtimit të nëntor. Kryetari i komunës e ka përkrajën e plot gjitha strukturave drejtuese të partisë, gjitha strukturave drejtuese në nivel qendror, gjithë lidershipit të partisë, dhe të kryeministit dhe të kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, pa ka dhe përkrajën e gjithë qytetarëve të komunës Shtimës, sepse ka dëshmuar në shërbimin që ka bërë për këto vite, do të dëshmojë edhe në vitet e ardhshme, dhe ne do të vazhdojmë të dëshmojmë edhe shumë vitet e tjera, sepse programi ynë dhe kontrata jonë me qytetarët është e lidhur të fuqishëm. Ne po firmojmë njej me nevojat e qytetarëve, me kërkesat e tyre, duke mirëfilluar njëri tjetrin në secilin situatë, secilin kohë. Kemi kaluar kohë shumë vështira dikur, kemi përballuar me suksesin më të madh në thuhet në reformave që kemi pas. Kemi filluar ndërtimin e institucioneve demokratike me një shembull të mirë komunën e Shtimës për një tolerancë qytetare, për një zgjatje dore për secilin qytetar, duke i mirëkuptuar edhe ata që kanë kundërshtuar, duke mos u marrë mes një njeri, duke marrë në punët tona, në qëllimet tona, që kanë qenë qëllimet e qytetarëve tanë. Dhe tash jemi në një fazë krejt tjetër, ku cilësia e kërkesave është ngritur, që është shumë normale, dhe njerëz presin zhvillim më të shpejt, presin që të kemi jetën sa më cilësore, dhe këtë po përpiqem ta bëjmë në maksimum brenda mundësive dhe kapacitetit tonë. Sigurisht që kryetari Remi Ismaili me gjithë ekipin e tij ka punuar shumë periudhën e kaluar, ka bërë shumë punë, sa e bashkëpunimit shumë të ngushtë në gjitha instancat qendrore, duke në kuptuar lidhmëri të fuqishme të qeverisë Kosovës me qeveritë lokale në përkrahjen direkte që ka ardhur të qytetarët e komunës Shtimës dhe të vjetëve tanë. Investimet e kapitalit në komunën tonë rritur shumë dhe ka miliona të investuar viteve të fundit. Do të ketë edhe shumë miliona të tjerë të investuar, sepse ka kryetari me një program i cili është në përputhje të plot edhe me programin e qeverisë qendrore dhe me nevojën e qytetarëve që ka komuna e Shtimës. Prandaj, nderuar qytetarë, zonë të zotëri, ne sot jemi këtu për të dëshmuar Remi Ismailit për krajën e plot. Në secilin projekt që do ta prezantoj në vitin 2014, po dhe në vitet tjera të qeverisjes. Tash po kemi mbaruar punën më të mëdha infrastrukturore. Cep në cep komunës tonë do shkojnë në rrugë të asfaltuara. Edhe ato 4 rrugë që kanë ngelur, kryetari do i prezantoj në programin që ka prezentuar para qytetarëve të komunës Shtimës fillim të vitit 2014, dhe të gjitha ato do jenë realizueshme në paketë për krajën tonë të plot, pa asnjë diskutim, sikur që paketë për krajën tonë të plot, pa asnjë diskutim. Ju guxoni më konë 99%. Ju do më konë 99%. Në fund ngjerë ju falenderoj shumë për përkrajën e vazhdimit që kanë fillon, për përkrajën që përrajnë në tani, dhe çka të them tjetër, përveç asaj që me 3 nëntor të gjithë të kutitë e votimit, të gjithë ta votoni numrin 99, Partinë Demokratike të Kosovës, ta votoni Remi Ismailin për kryetar të komunës, këshilltarë dhe këshilltarë që janë kandidat për kuvendin komunal dhe ju mirë presim në festimin e fitores së madhe që në rrethin e parë dhe akreditshëm. Prandaj edhe një herë dhe jeni të them, ju faleminderit shumë që na mbështetët deri tani, ju faleminderit shumë që na mbështesni edhe në tarmën dhe ne do akthejmë në shërbim dhe në punë. Ju priftë e bara, faleminderit shumë.
finalizmojnë. Faleminderit Ministër Mojota për mbështetjen, për fjalë për klase, për mbështetjen e vazhdueshme që kemi pas gjatë gjithë sektorëve që nga rritmi në shtatit e tashme projekte, po për përkrajen që në politikë e kemi bërë që nga pasur bashkërisht. Faleminderit kryesi e nëndegës së Halerës, dhe një falendrim e veçantë dhe respekt e veçantë shkën për bashkë vendasjet e të Halerës, ju gjithë të qenë. Nëse ju bje keq që unë jam kryetar, ju jeni fajtor, nëse ju bje mirë, ju jeni drejtor. Ju zërë. Sepse karriera politike ka fillu këtu në fshatin tuaj, në fshatin tim. Domethënë këtu janë fillet e karrierës politike dhe sot është mandati i dy që po mbarojmë si kryetar komune dhe po futem në garë për mandatin e tretë. Ne rrëtuam bashkërisht një kohë gjatë me gjithë qytetarët e komunës times edhe me ju qytetarët e fshatit Saralev, bashkë me këto strukturat e Partisë Demokratike, arritëm shumë suksese, ndryshum fizionominë e komunës times edhe në qytet, edhe në fshat. Nëse bëjmë një analizë se çka morëm nga qytetarët tanë të komunës times për buxhetin tonë dhe çka kemi investuar janë krahasime shumë të larta, sepse kemi marrë shumë pak, po e kemi kthyer shumë. Dhe pyetja kishte më ushtruar, po si është e mundshme që në buxhetit qytetarët tonë të japin 400.000 euro, ndërsa ati investuan 5 milion, ndërsa 7 milion euro në komunën tonë. Nuk është vetëm kontributi dhe angazhimi me strukturat tona si nivel lokal, nivel qendror. Po asaj ka paraprit mbështetja juaj që më keni dhënë mua në vazhdimsi me votën tuaj, dhe kjo ka qenë një mesazh i fuqishëm edhe për qeverinë e Republikës Kosovës se komuna Shtimës është komunë në cilën qeveriset mirë, nga Partia Demokratike është model për qeveriset mirë dhe është model se si fitojnë zgjedhjet pa e humbur asnjëherë, nga ndaj ata qytetarë duhet të mbështetur dhe si mund të mbështesim me projekte, milionçe. Këtë projekt kemi pas nga Kryeministri i Republikës Kosovës, nga Qeveria e Republikës Kosovës, nga ministri që sot është shkruar me ne, vetëm 2 vitet e fundit i kemi pas 5 milion investime në rrugë. Komuna Shtimës në vitin 2014 përmbyll ciklin e rrugëve të asfaltuara, jo për secilin fshat, po për secilin lagje, madje para çdo shtëpie. Suksesin tonë si qeverisje lokale mund të trajtojmë në 2 segmente. E para, në qeverisje të mirë, me transparencë dhe me shërbime të mira për qytetarët, qytetarët tonë nuk kanë prit me rande, për në shërbim të kuan ma shpejt. Dhe e di që edhe nga fshat jonë ka pilot qytetarë që dinë kur kanë pas punë në komuna tjera sarë dashë të nxjerrin dokumentet për sarë të nxjerrë shtime. Dhe segmenti i dytë është zhvillimet që e bën infrastrukturë dhe në perspektivën e zhvillimit që janë nëse krahasohen komunën tonë larg nga komuna tjera. Por komuna jote sot, kur flasim, është mbi 90% e fshatrave me rrugë të asfaltuara. Dhe këto projekte që po zhvillohen këtë vete që do të mbarojnë vitin tjetër, e përmbyllin ciklin e gjitha rrugëve të asfaltuara. Po përmbyllin një cikël periodik gjatë të 4 polë zgjedhjeve lokale, 4 polë zgjedhjeve qendrore që gjithse janë 8 polë zgjedhje. Mirë po, nuk futim në garën e re me hipoteken se ishëm të mirë dje, ishëm të suksesshëm, realizum shumë projekte dhe për këtë do të na votuar. Jo. Ne hym në garën e radhës me vizionin tjetër të ri, me programin qartë, programin që i parashet realizimin e shumë projekteve të cilat do të ndryshojnë komplet fizionominë e komunës Shtimës. Ajo që u garantoj se në këtë mandat që vjen do të përmbyllet infrastruktura komplete, rrugore, ujore, kanalizimeve, shkollave, shtëpia shëndetit dhe qita. Sepse ato janë
ciklin e përfundimit të tyre. Dhe aja që do t'jetë kryesore për 4 vitet të ardhshme është zhvillimi ekonomik dhe zbutja e papunësisë apo punësimit që ndryshëm. Ne për këto 4 vite do të arrijmë të stabilizojmë, të ndërtojmë zonat e biznesit, të ndihmojmë bizneset, të ndihmojmë fermerët, të ndihmojmë gjithë iniciativat që kanë për qëllim që të hapin perspektiven e randeve të punës. Me qëllimin sepse duke mbështetur bizneset, duke mbështetur fermerët, në do hapim mundësinë që çdohet numri i njerëzve të punë. Dhe me këtë krijohet një punësim i qëndrueshëm dhe kur punësimi është i qëndrueshëm dhe kur ka më tepër njerëz të punësuar, atëherë edhe zhvillimet tjera përgjithshme të infrastrukturës do të jenë më të mira. Ne para vetes dhe çdo kur e kam prezantuar programin tim, programi i cili ka 6 qëllime, që i ka 146 projekte dhe për secilin projekt janë përcaktuar burimet e financimit ka rin, buxheti komunës, buxheti Republikës Kosovës, mbështetjet e Komisionit Evropian, të Bankës Botërore dhe shumë donacione të tjera. Janë parapona rreth 23 milionerë që do të futur për 4 vite të ardhshme. Dhe në mesin e këtyre 23 milionerëve, shumë nga këto disa miliona do të jenë Sarajeve. Dhe ato do të jenë vazhdimi i rrugëve që kemi nisë që të asfaltohen secilin vend. Afër secilës derë të shtëpisë në Sarajevo do të ketë shenjë asfalti. Afër secilës derë të shtëpisë, afër çdo obore të shtëpisë do të ketë rrjet kanalizimi. Dhe afër secilës shtëpi do të jenë infrastruktura të tjera përcjellëse. Sarajeva dikur e kishte shkollën më të mirë. For angazhimit të stafit, mësimdhënësve dhe gjithë punëtorëve tjerë teknik që punu këtë shkollë, dëshirës madhe të prindve, po dhe kulturës lartë të nxënësve të kësaj shkollës kanë arritur që ta mirëmbajnë dhe kjo shkollë ende të duket e qëndrueshme. Kjo shkollë ka prodhu gjenerata e gjeneratat të mjekëve, të inxhinierëve, të mësimdhënësve, që kur krahasohen me vetë banive tjera prind listë për numër banorëve, numrin territorit të fshatit tonë. Dhe duke pas parasysh këtë kontribut që ka dhënë kjo shkollë, atëherë unë i përktej para jush se Sarajeva në mandatin tim katërvjeçar do të ketë një shkollë të re dhe moderne. Për ta kaluar një kohë, dhe sot do të fillojmë objekti i ri sepse Sarajeva do të jetë në objekt të ri shkollor. Sigurisht që në Sarajevo për shumë të ri, shumë ambicioz, dëshirojnë të kenë shumë aktivitete, ju premtoj se do të kenë interes sportiv, po jo të aty për mosa të vogla që me një shot gol, po do të jenë një terren që do të Këtë e këtë vitin 2014, që vitin e postë mandatit të programi ynë, gjithashtu ka parafon pjesën e dhamë zhvillimit ekonomik dhe punësimit. Gjitha iniciativa që do vinë për Sarajevës për t'i mbështetur, qofshin ato bizneset vogla që sot janë të punu, në zëjtari, në ndërtimtari, në pjesë të përpunimit të drurit, të plastikës, e gjitha ato, që do të kenë nevojën për zërimin e kapacitetit të tyre të gjenë mbështetjen me subvencionet të komunës dhe të ministrive. Këto ju garantoj dhe premtoj. Gjithashtu, pjesë e fermerëve që janë të zëtë dhe është një kategori e fermerëve të cilët njihen me prodhimet e tyre, do t'i ndihmojmë me subvencione, qofshin për agrikulturë, qofshin ferma, qofshin për mishte, do të kenë mbështetje të vazhdueshme të komunës dhe të ministrisë. Dhe ajo që do të ketë Sarajeva në 4 vite të ardhshme është se për fatin e vet ka lumin, i cili lum shumë shpejt do mbrohet nga kanalizime se të përfundon rritëri, dhe do të ketë një kanal, i cili kanal
do të jetë kanali vite, si ndërtuar me standarde dhe cilë do të jetë mundësia që secila ngazë përbrit ujë të ketë mundësi të ujitet edhe në formën më moderne përmes sistemit pik-pik apo forma tjera që kursiet ujë. Këto e garantoj se do të ndodhen në 3 vendbanime, njëri për vendbanime të Saraleva. Ky program që ne kemi bashkë me ekspert, është një program që kemi punu, jo më pak se një vetë të, e kemi studiu tonë teren në komunës tonë. Qka ka potencial, qka ka mundësi, edhe si resurse, edhe si toka, edhe si burimet ndryshme të natyrës, po dhe si njerës, për qka njerës të komunës timës kanë afinitet, kanë apsi, e kemi hartu një programi cili pastaj mund të gjemë, apo e kemi përcaktu dhe burimet e financimit, programi cili do të realizohet për 4 vite të ashtë me plët li, dhe në besaj që do të ketë projekte dhe jashtë atyre që mi premtoha. Programin që ne prezentojmë dhe vizionit me cilin futëm në fushatën e rejë për 4 vite të ashtë. Ashtë i mbështetur nga komplet kryesia e degës Partisë Demokratike, kandidat dhe jo kandidat për qytetarë asamblesë. Nga gjithë lista e kandidatëve që sot janë parajush të cilët janë pak konkurant dhe janë matë mirë, sepse në vete përmbojnë edhe vlerat morale tyne personale, familjare dhe profesionale. Kemi ekspert gjithë alamive të cilët nesër në kuvend do t'jenë fuqia dhe zëri i fuqishëm i qytetarëve për interesin e qytetarëve. Mbështetja që kemë pas në vazhdimsi nga Qeveria e Republikës Kosovës, kryeministri, ministrat dhe ministri yrë, deputet që ne kemi në nivelin qendror, që zoti Xhelili. Gjithë këto mbështetje që ne do t'i kemi, garantojnë se programi ynë do jetë programi i cili do të realizohet në plotësi. Për të realizuar këtë program dhe ma fuqishëm dhe mu të i kalu, sigurisht që ne do të na duhet një mbështetje fuqishme ashtu si ka qenë gjithherë në komunën e Shtimës dhe në Saralevë, sepse kjo mbështetje e rrit fuqinë e PDK-s. Sa më e madhe që është fuqia e PDK-s për kuptimin e përgjithësisë fitores, aq më e madhe është hisja e komunës Shtimës për Qeverinë e Republikës Kosovës dhe aq më të mëdha dhe më të larta do të jenë projektet për komunën tonë dhe për vetë fshatin Saralevë. Dhe krejt në fund, duke pas parasysh programin, listën e kandidatëve, listën e ekspertëve që kam rrapa vetës që cilët do t'jenë pjesë e ekzekutivit dhe mbështetje politike, mbështetje me Qeverisë të Republikës Kosovës, mbështetje që ju do t'na jepni, atëherë e thënë, pa u luhatë dhe pa me dyshe se e vetmja alternativë në komunën e Shtimës, e cila siguron një zhvillim qëndrueshëm stabilitet dhe një perspektivë për qytetarit tonë dhe tarmën e tij është Partia Demokratike dhe numri i saj në autonom. Votojnë për të kërë numër në autonom, urinë të dora, dhe investorin në kërë në dora. Pasaj, në kërë në sheshën e qytetit të Shtimës. Dora në kërën festa e madhe e fitores Partisë Demokratike dhe e Shtimës. Urinë për zhinë e panderit për gjithë në shtetë. Zoti Fatmir Rashidi. Të nderuar anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, të nderuar qytetarë të fshatit Saralevë, ju jeni fshati më i privilegjuar komunën e Shtimës. Derisa të tjerët patën mundësi
një herë. Fshati Caraleu pati mundësi 2 herë dhe do të ketë mundësi edhe një herë me zgjedh kryetarin e saj nga xhiri i vet, birin e vet. Prandaj ju lutem gjithëve që pa dallim se ka edhe mendime tjera, ka edhe subjekte tjera në Caraleu. Po pa dallim gjithë së bashku votën ta çoni te biri juaj, te kandidati për kryetar, te zoti Naim Ismaili. Se harruar asnjëherë Partia Demokratike, për arsye se ajo parti e kandidoi, e rriti, e zhvilloi kryetarin tonë të sotëm dhe të ardhshëm të komunës së Shtimes. Ma herët, kryetarin në ndegës tha, garant do t'jetë Sarajeva, ministri tha, garant do t'jetë Mollopolci, ne ju themi që garant do t'jenë gjithë fshatrat e komunës së Shtimes, garant do t'jetë qeveria qendrore e krye dhe kryeministri tonë nga qytetari. Edhe një herë ju lutem mos e lëshoni rastin, mos e lëshoni gryken, mbane fjallën dhe 100% hep në votën për Partinë Demokratike dhe kryetarin e saj zotin Naim Ismaili. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës Lega në Shtime ka një strukturë të organizuar në gjithë fshatrat e saj, i ka mbi 1000 njerëz që janë përfshirë në strukturën e Partisë Demokratike. Prandaj fitoria nuk mund të vijë në diskutim asnjëherë, po fitoria duhet të jetë shumë e madhe e fuqishme dhe qeverisja të jetë e plotë që kryetari gjitha obligimet që i merr ti kryj me kohë dhe ti realizoj premtimet e veta. Nga gjitha e strukturë prej 1000 njerëzve, kryesia Partisë Demokratike Lega në Shtime ka bërë përcjelljen e kandidatëve për këshilltarët e Asamblesë Komunale. Ka prej arsimtarit e deri te doktori shkencave, këtu bashkë me neve në Trapasken që jemi ne këtu. I fort i kryetarit zotit Ismaili. Njëzet e 3 ka Fazliu Davidas. 22 Recep Haqiu Rashid. 21 Roberta Bajrami Muzeshi. 20 Alif Shaboni Vojlas. 19 Beram Goshi Pjetre Shqic. 18 Medina Brohaj Shqic. 17 Abdullah Musliu Raqaq. 16 Osman Ismaili Mollopolci. 15 Agim Hasani Roshaj Shtime Mollopolci. 14 Visar Shaboni Shtime. 13 Mjazir Ushiti Muzeqin. 12 Jasmine Gjokti Hysa Shtime. 11 Kemal Ademaj Petrov. 10 Përparim Ramosaj Zborc Davidas. 9 Vezire Bajrami Raqaq Shtime. 8 Halil Halili Gotancion. 7 Shefki Dauti Shtime. 6 Arbrej Sylaj Gotancion.
5. Nazmi Bali Shtime. 4. Jakub Ismail Sarajeva. 3. Armina Ramadani Shtime. 2. Rahman Jakupi Shtime Reqa. Dhe Marcilisës jam mund Fatmir Rashid.